Gjykata e Lezhës ka lënë në burg Besnik Koldreun, i cili u arrestua më 18 qershor në Maltëzi, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit të bashkëshortëve, Krishnik dhe Gentiana Mujeci, më 26 prill të këtij viti në fshatin Ballldren të Lezhës. Para trupës së gjykuese, Koldreu ka mohuar të jetë i përfshirë në ngjarje, duke thënë se nuk e dinte që autorët e kishin fshehur makinën pranë banesës së prindërve të tij. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë, arrest në burg ndaj 40 vjeçarit. Koldreu dyshohet se ka ndihmuar autorët e vrasjes, duke fshehur në banesën e tij automjetin e përdorur prej tyre pas kryerjes së krimit. Automjeti u gjet dhe u sekuestrua nga shërbimet e policisë gjatë kontrolleve të kryera në kuadër të hetimeve. Në kërkim si autor të ngjarjes janë shpallur Adriano Mahilli, 22 vjeç, Renato Mahilli, 23 vjeç dhe Florin Mahilli, 36 vjeç.